Botrin Timeri i ka habitur fansat me një veprim të papritur në rrjetet sociale, duke zhdukur çdo gjurmë nga profili i tij në Instagram. Këngëtari i ndjekur nga më shumë se 1.1 milion njerëz ka fshirë të gjitha postimet, video dhe fotografitë që kishte publikuar ndër vite, ndërsa ka larguar dhe foton në profilit duke lënë llogarinë krejtësisht poshtë. Ky ndryshim drastik ka ngritur mënyrë pikpyetje të ndjekëse, sidomos pasi artisti prej muajsh ka qenë pothuajse i tërhequr nga rrjetet sociale dhe pa asnjë aktivitet të ri publik. Heshtja e tij e gjatë dhe mungesa e projekteve të fundit kanë shtuar dyshimet se diçka e madhe mund të jetë duke u përgatitur. Në industrinë muzikore, veprimet të tilla shpesh interpretohen si një shenjë një fillimi të ri artistik. Shumë emra të njohur zgjidhin ta pastrojnë profilin e tyre përpara lançimit të një albumi, një bashkëpunimi apo një rikthimi të fuqishëm në skenë. Për momentin, artisti nuk ka dhënë asnjë reagim publik, duke e bërë të më misterios këtë vendim që po komentohet gjerësisht nga publiku dhe fansat e tij. Na duhet të rikujtojmë se Botrin Timeri është një këngëtar mjaft i dashur për publikun shqiptar, por jo vetëm. Këngët e tij kthehen menjëherë në hite dhe përqafohen shumë mirë nga publiku. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.